Kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri, zhvilloi takim me banorët e njësisë administrative Novosel. Në fjalën e tij, Gjiknuri theksoi se investimet e implementuara në qarkun e Vlorës janë tregues i zhvillimit të mëtejshëm të këtij qarku. Gjiknuri u ndal tek investimet e shumta që po realizohen, një aeroport që po përfundon me një rrjet energjetik të përfunduar dhe me akse rrugore, përgjithsisht të asfaltuara. Sipas Gjiknurit, njësia administrative e Novoselës është shembull konkret i zhvillimit masiv që po pëson Shqipëria. Hapja e aeroportit do të sjellë ekonomi, do të zhvillohet edhe gjithë zona në krye të disa viteve. Kjo zonë do të ketë një vlerë edhe më të lartë dhe nga ana ekonomike. Pasuritë në këtë zonë do të jenë edhe më të vlerësuara, interesi për punë do të jetë edhe më i madh, ku ka aeroport ka një zhvillim masiv, është zinxhir i tillë ekonomik që shpërndahet në të gjithë zonën. Novosela do të jetë njësia që do të përfitojë më shumë. Kjo është fal veprës së qeverisë së Partisë Socialiste. Do të jenë portahyrëse e Europës në aeroportin e Vlorës në Novosel. Kjo është krenari për të gjithë zonën. Për Partinë Socialiste, një vot mirënjohje duhet të jetë masive nga e gjithë njësia administrative Novosel, theksoi në fjalën e tij Gjiknuri. Sot jemi me një aeroport që po përfundon, me një rrjet energjetik të përfunduar dhe me rrugë përgjithsisht asfaltuara. Kemi akoma për të bërë. Unë vi prap për të bërë akoma më shumë me ju, me programin dhe alternativën e Partisë Socialiste. Për Vlorën dhe njësia juaj është shembull konkret i zhvillimit masiv që po pëson. Ajo hapja e aeroportit do sjellë në ekonomi, do zhvillojnë gjithë të zonë. Kryet disa vjetëve, zona juaj do të ketë një vlerë edhe më të lartë nga ana ekonomike. Pasuritë tuaja do të jenë edhe më të vlerësuara. Interesi për punë do të jetë edhe më i madh. Dhe kjo është fal veprës së qeverisë Partisë Socialiste. Kjo është e vërteta. Referuar situatës zgjedhore dhe alternativave që i ofrohen elektoratit, Gjiknuri theksoi se ai vetë është shumë i lidhur me njësinë administrative Novosel, duke shprehur dëshirën e mbështetjes nga banorët përmes votës masive për Partinë Socialiste, por edhe për veten, një vot mirënjohje për kandidaturën e tij. Gjiknuri theksoi se më 11 maj, vlonjatët dhe mbarvendi do të zgjedhë mes dy alternativave shumë të qarta. Alternativa e së kaluarës që përfaqësohet nga Sali Berisha, këtu tek ju, ai emër nuk thot gjë. Çdo fjalë e thënë nga opozita është një premtim bosh. Çdo vot për parti të tjera përtej Partisë Socialiste është votë e hedhur dëm, ndërsa garantoi elektoratin që me kandidaturën e tij, me personalitetin politik, ai e ka dëshmuar se e ka fuqinë dhe zërin e fortë për zgjidhjen e problematikave të komunitetit. Pikërisht ai zë që sipas Gjiknurit ju duhet banorëve, një njeri me peshën e duhur politike që t'i përfaqësojë denjësisht. Unë jam shumë i lidhur me këtë njësi dhe mendoj dhe kam shumë kënaqësi që këtu të kishe një vot masive për Partinë Socialiste, siç ka qenë gjithmonë, po pse jo të merja dhe unë një vot mirënjohje. Është hera parë që po kërkoj vot në emër tim, që të kisha peshën politike për të vazhduar ato punë të mira që i kemi nisur bashkë. Qofse unë jam modeli socialist politik i pranuar për qarkun Vlorë, pse jo mos ta kem mbështetjen masive të qytetarëve të Vlorës. Në 11 maj ne kemi alternativa politike që i kemi shumë të qarta. Kuptohet, alternativa e të kaluarës që përfaqësohet nga Sali Berisha nuk përbën, sepse këtu te ju ai emër nuk thot asgjë. Çdo gjë që thon ata është një premtim bosh dhe është një kthim pas. Çdo vot tjetër është vot e hedhur dëm. Unë si Damian ju garantoj një gjë, me kandidaturën time, me personalitetin tim politik, unë e kam fuqinë e mjaftueshme dhe zërin e fortë, por dhe mendjen se si zgjidhen problemet. Ky ishte takimi i radhës që kandidati Gjiknuri po zhvillon në kuadër të turit të tij elektoral.